Shoqata për Shkencë dhe Kulturë Pellazgët për të 6-ën herë organizoi ekspozitën Dita e Plisit. Ekspozita e mbajtur në Galerinë e Arteve në Tetov solli në vëmendje plisin shqiptar, por dhe veshjet tradicionale shqiptare, sikurse tirqit dhe xhamadanin, por dhe veshjet tradicionale të grave shqiptare. Qëllimi i kësaj ekspozite është për Ditën e Plisit, ku çdo eveniment që mbahet, ne mbas evenimentet të caktuara bëjmë fotografimin e plisive dhe ky edicion është i 6, cili miratohet nga Ministria e Kulturës. Këtë edicion e mbaj për të 6-ën herë, ku i kom përmbajt në Maqedoni, Tetov, Kumanov, Likov, si dhe në Shqipëri, në Kosovë. Është eveniment që ja vlen të mbahet për plis, i cili është traditë jona që nga koha e lashtë edhe vazhdon tash të merr formën tjetër, ku rinia është më e njohur, është më e dokumentuar në mënyrë më apostafate që rinia tash është më i përshtatshëm që e ka plisin që e kemi trashëgimi nga kohët e lashta. Dita e Plisit erdhi si ekspozit në Galerinë e Arteve në Tetov me fotografi nga artistë e veprimtar të njohur të çështjes shqiptare, kurse organizatori thotë se ky eveniment ka për qëllim të promovojë veshjen tradicionale shqiptare që sipas tyre gjithnjë më shumë po përqafohet nga qytetarët shqiptar, veçanërisht nga të rinjët e të rejat.